ishit tek ai që është një problem i madh, që është endemik, domethënë i krejt Kosovës. Dhe Albin Kurti është thjesht vetëm personifikimi i kësaj të keqeje, për shkak se ka numrin më të madh të votave dhe përfaqëson pjesën më të madhe të opinionit publik apo të politikës kosovare. Cila është kjo e keqe endemike, ose po themi dobësi endemike? Është papjekuria politike e krejt elitës intelektuale, e krejt klasës politike, madje dhe e shoqërisë kosovare. Se papjekuria është një eufemizëm për të thënë që shkon në jetën e shteteve, 17 vjetë eksperiencë, janë shumë pak për të thënë që ky është një shtet i pjekur me institucionet konsoliduara, me traditë etj. Pra është një eksperiencë shumë e shkurtër në shtet ndërtim e Kosovës, sepse ne po i referohemi Kosovës si shtet. E para, e dyta, ato dy momente që Kosova dallon nga Shqipëria, që ose mund ta quajmë Kosovën bijin e Shqipërisë apo djalin e Shqipërisë apo dy vëllezërës Shqipëria dhe Kosova, janë dy momente të cilën Kosova s'do t'i pranojë që i ka, si e përsi ndaj Shqipërisë. E para, kosovarët kanë jetuar në një sistem politiko-ekonomik si ai jugoslav, që ishte më i përparuar se ai i Shqipërisë. Dhe përpasoj kanë pat pronë private, kanë pat institucione, kanë pat plane rregulluese, kanë pat zhvillim ekonomik shumë herë më të madh se i Shqipërisë. Dhe mentalitet pro-perëndimor. Kanë udhëtuar, kanë emigruar, pra kanë emigruar në perëndim, ka pat tren që nisesh në mëngjes në Prishtinë dhe mrrihen. Pra kanë pat sistem politiko-ekonomik si ai jugoslav, që ka qenë më i përparuar se e dyta. Këtë përparim që ka Kosova e ka dhe për shkak të asistencës, të kontrollit perëndimor, të mbikëqyrjes perëndimore. Dhe tani Kosova nuk i ka të dyja këto. Pra ata që mburrin nuk i kanë të dy këto elementë, pra nuk janë në Jugosllavi. As lirinë e lëvizjes që e ka pasur më herët. Po, ajo është, po, tani e fitoi, po e fitoi me shumë vjet. Pra, e që në vizë. Politika, kjo, pra ky defekt që thash papjekuria, e personifikon Albin Kurti sepse ka 42.5%. Dhe ai me kokëfortësinë e vet, e frymëzuar ideologjikisht kjo kokëfortësi, e ka kthy mbrapsht shoqërinë kosovare, elitën kosovare. Sa dhe ato ishuj të arsyes janë të autocensuruar për të vërtetën. Nisi një proces në mes viteve 2015, nisi një proces, po themi, normalizimi, jo sepse ne zërat nga Shqipëria kemi patjetër ato idenë e normalizimit, por ishte kërkesë perëndimore. Ju lutem, ju bëm shtet, tani mos na lodhni me konfliktet tuaja të vazhdueshme, të përditshme, të gjata, ankesat e lashta, si thoshte ai Christopher Landau, ai zvendës në sekretari amerikan i shtetit në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Nuk e di, ai qëndrimi vetëm që del nga Amerika. Përkthimi s'është tamam ankesat lashta, po ankesat e vjetra ose të stërpërsëritura. Inate të vjetra. Po, por se përkthimi i ambasadës vinte shumë për të dëshuar. Perëndimi dhe, m'fal, kjo tërheqje mbrapsht që i ka bërë shoqërisë kosovare, politikës kosovare, Albin Kurti vetë vendosja të frymëzuar ideologjikisht, çfarë ka bërë? Ka bërë që pa pritmas shoqërinë e elitën t'i kap një amnezi dhe të mos kuptojnë çka ka ndodhur në 99-ën, si shta me drejt Milaimi. Ajo që ndodhi në 99-ën është e papërsëritshme. Imagjinoni sikur të kishte ndodhur genocidi serb tani në Kosovë. Pra të ishim ngjarjet e 99-s të shohim tani në 2020. Kur nuk do të kishte ndodhur ajo që NATO do të mblidhte forcat do të bombardonte. Ka gjëra që ndodhen në kushte të caktuara historike. Në kushte të caktuara historike, pra, janë të papërsëritshme. Kurdët, palestinezët, geopolitike, kurdët palestinezët. Pra nuk e kanë kuptuar çka ka. E dyta, nuk kuptojnë vendin që ka Kosova, që është një vend nuk është i qëndrueshëm një herë mirë, mund të ndryshojë. Ja ka thënë Yasser Arafati, me që u bë kjo ndërlidhje Kosovë-Palestinë, ja ka thënë Ibrahim Rugovës. E di që ti e duke negociuar me Serbinë, duke diçka të tillë tha dhe Clinton këtu në Tiranë. Tha, një këshill do t'jap, tha. Pranoj marrëveshjen e parë, e dyta do jetë më e keqe. Kosova vazhdon negocion me Serbinë, duke pretenduar se do të përsoset marrëveshja e radhës, se do krijohen kushte më të mira, ndërkohë që kushtet përkeqësohen gjithmonë më shumë. Serbia, e cila ka më shumë xhepane, ka më shumë materiale për duar për qenë e rëndësishme ndërkombëtarisht, vetëm fuqizohet, sepse ka litium, sepse blen Rafale, sepse ka ekonominë më të rëndësishme në Ballkan. Unë kam një pyetje në këtë drejtim.
Nuk është se kam simpati për Albin Kurtin politikan, sepse është profesusi tipik ish gjithë shqiptarëve. Kryeneç, fodull, arrogant me pushtetin që ka, si gjithë tjerë. A të ndërpres unë, apo të ndërpres pastaj të them? Besoj që jo, se jemi në tjetën, pastaj e djemi dhe sinkronin. Jo, të ndërpres të të pyes përpse që ka i tillë, sepse një, ose të mësa kundër argumenti, tjetër është që